një provele. Tisha unë mbrojtësi ati që do beja. Një element i ri. Tisha unë mbrojtësi ati që do beja. E kuptoj, një element i ri. Këtë do kërkoja. Atëre le çohet edhe mbrojtja ime në gjykat për të mbrojtur të pandehurin e Erion Veliaj, në kërkesë për zëvendësim masë do ishte, po i privoni qytetit kryetarin e bashkisë. Shkurt fare dy fjalë. Shiko, Babarama, unë e kam thënë këtu njerë dhe u abitët gjithë që pasi u bë mbledhja e Këshillit. Ti bëre një pyetje shumë interesante gjithë dhe këture ju the që për vendimin e gjykatës kushtetuese, a është politik, a ka ndikim, a është lojë politike. Unë po të them jo, dhe unë mendoj pak a shumë si Dashi, po edhe si kështu, që vendimi i gjykatës kushtetuese për mua është i sakt, është i pavarur, është i sakt, është dhe i... Dikur do bëheshin datat pavarur. Unë e kam lexuar 3 herë me vëmend. Më fal, por me shkelet ishin flagrant. Një minut. Shkelet ishin flagrant. Juridikisht është ajo të tham, dy elemente. Vendimet që ka marrë gjykata kushtetuese, se po të analizojmë gjitha, janë vendimet të jashtëzakonshme, po nuk i numëron një këtu. Të jashtëzakonshme për nga cilësia dhe për nga nevoja që i shërbin demokracisë. Por ky vendim, se bëre pyetjen politike, por ky vendim erdhi këtu ku erdhi sot, erdhi si pasojë e një loje politike, Babaramo. Dhe ta kam thënë këtu, kjo është qoka e vetme që kishte fuqi për t'i bërë Edi Rama, se këtu mendojnë sikur Edi Rama mund të nga Edi Rama varet Spaku, varet GKK-ja. Unë them gjithmonë që jo, as bëhet fjalë. Por këtë proces që e çoi në këtë vendim të gjykatës kushtetuese e kishte në dorë Edi Rama dhe luajti politikisht. Filloi Babaramo me asamblen. Më ndiq pak. Filloi me asamblen e partisë. Ç'pun kishte kryeministri për një të zgjedhur të një pushteti të pavarur të merrte vendimin në mes të asamblesë gjithë socialistëve dhe thoshte ne do ta heqim se Tiranës i duhet një... Ose ka shumicën në Këshillin Bashkiak. Po thoj pra inicioj aty me ata që ke në Këshill dhe vazhdo. E dyta, mënyra po të lexosh me vëmendje gjithë pse bie, pse fiton Erion Velia, është vetëm fajet të Këshillit. Janë, domethënë, vetëm shkelje të trasha. Të trasha, domethënë, nuk është thirrur për të dëgjuar, nuk i është thirrur as avokati, nuk është njoftuar në kohën e dur. Do thënë gjëra që këto ne i kërkojmë edhe për një gjyq koti ose... Po nuk fillon një që nga punë kërkojnë. Jo fillon seanca pa më keni tregull të parë. Si mundesh ti në gjitha të Këshill të lejosh të bësh një procedurë kaq gabim dhe ja çon në tavë kushtetutës se ata dhe sikur çfarë të duan. Jo vetëm aq, po mos harroj një hallk. E para. Ke VKM-n që mund të korrigjonte VKM-n. Ajo që më ra në sy mua te vetë kushtetutës thoshte nuk mund ta shkarkoni thoshte për mungesë në punë. Thoshte, sepse aty bie mungesa, sepse ai është në kushte izolimi, por thoshte mund ta, përveç se kur shkel kushtetutën dhe ligjin shumë rënd. Ne në Këshillin Bashkiak, që është këshill politik në një farë mënyrë, pavarësisht se i zgjedhur, ne nuk dëgjuam një fjalë që ky njeri i pengohet ardhja në detyrë, sepse është njeri i akuzuar për korrupsion. Nuk dëgjuam një fjalë, as nga mazhoranca, që ky njeri, që e ke parasysh që se dhe kushtetuta ka frym, që ky individ Për nuk e paragjykojnë, këshilltarët nuk e paragjykojnë, dhe prezumojnë të pafajshëm sipas parimit universal të drejtësisë. Jo, me prezumimin B. Babarama, prezumimi është kur do të fillosh punë gjykundit ti ose unë, dhe shkojmë në Ministri të Drejtësisë, na japin një copë letër që si jemi të dënuar me vendim të formës prerë. Lërë prezumimin, është i zgjedhur nga populli, është i akuzuar është në burg, para burgim për korrupsion 9 herë dhe 3 herë shpërdorim detyre. Tani, e gjitha kjo u shman, kjo ana dhe u lojt me procedurët. Pritani, u lojt me procedurët. Dhe tani është krijuar një ide, se dhe mikun tim e lexova pak më përpara Krishnik Spaju, që ju bënte thirrje gjyqtarëve tani nxirreni, thoshte. Po. Këtu njëherë nuk ka punë fare gjykata, as gjykata e posaçme, as gjë. Madje, aq profesionistë janë treguar këta të gjykatës kushtetuese, sa aty kujdesen ka një paragraf shumë të rëndësishëm dhe thotë ky vendim ka të bëj vetëm me procedurën, mënyrën si është kërkuar dhe s'ka asnjë lidhje me ndjekjen penale me çështjen penale të zotërisë. Tani, ti bëre pyetjen prapë me vend, për çfarë do ta përdor? Kur të çoj çështjen penale në Strasburg, këtë e ka plus. Kur të ver atje në gjyq, sepse ne kemi parë lojën e Erion Velis që duan, jo vetëm të Erion Velis, dhe të Sali Berishës, Ilir Met, Arben Ahmetajt. Për çfarë po lozin? Po lozin për politizim. Dhe ne kemi parë që po lozin për ta politizuar, janë viktima të një kështu. Por, në qoftë se
ne nuk pam, do më thënë, po të shikosh qëndrimet e Edi Ramës. Edi Rama është i vetmi që nuk ka thënë deri tani për Erion Velin, më kanë ngrenë mollë mbrapa kurizit. E ke dëgjuar ndonjë? Jo. Nuk zihet fare në gojë për çfarë akuzohet Erion Velin. Dhe kur u shkarkua, nuk u kërkua se u shkarkua sa të sqaroj si çdo qytetar i Shqipërisë ati, sa të sqaroj të bëj vettingun e tij dhe do zoti deli pa fajshëm dhe ne besojmë se është i pa fajshëm. Po i ka thënë. Po të sqaroj, jo, sa të sqaroj atë, por ka thënë jo, sepse qytetar, jo pse po e shkarkon tani, kur tha pse po e shkarkoj. Jo, ka thënë se qytetarët duan një kryetar, punët duan një kryetar. Po qyteti është pa kokë, po. Po jo, zotri, se gjeja më kryesore që duhet ta shkarkosh ti atë, se këtu ka humbur dhe e di kush i krijon gjithë këto 4 ura këtë çorb që thot dash. Se këtu ka humbur fare dhe ne nuk e zëm as në gojë nocioni dorëheqjes më. Po si mundet më zotri, një kryetar bashkie, ty kur të zgjodhen, nuk të zgjodhen pasi të dolën këto, të zgjodhen se s'ti dini këto, një. E dyta, Erion Velia i duhet ta kishte dhënë dorëheqjen dhe kryeministri duhet ta kishte shkarkuar që kur doli 5D-ja. Baba Ramo, ke staf këtu ti 5 veta. Të 4 ty ti marrin dhe ti plasin brenda gjithë drejtorët, gjithë stafin, me të kopcitur edhe madje edhe të dënuar dhe ti s'ke asnjë përgjegjësi politike po flas. Është më tepër që ka emisionin jo më për këtë. Jo me 5 dhe emisionin. Atëherë çfarë fillojnë dhe lozin me procedura, me politikë, me tjerë. Kurse qytetarit çfarë mesazhi jep ti? Qytetarit i jep mesazh që ti takon domosdoshmë. E qartë, mos përsërisim. Kreshnik. Tani